Sot në Tetov, në organizim të shoqatës Alb World në bashkëpunim me komunën e Tetovës, u mbajt eventi me titull Shtëpia e gruas, Women Alb World, mbrojtje, edukim, pavarësi për gratë dhe vajzat. Në këtë event u organizuan 4 panele, edhe atë paneli mbrojtjes dhe barazis, sipërmarrjes, akademisë dhe medias, ku kanë folur gratë dhe vajza nga sfera të ndryshme. Gjatë mbajtjes së paneleve u mbajtën edhe fjalë rasti nga gratë që janë frymëzim për gjeneratat e reja. Ne jemi të fokusuar në 4 shtylla shërbimesh, paqja dhe siguria sociale. Sigurisht, një grua e lumtur është një shoqëri e lumtur. Ndaj, paqja sociale ka të bëjë me dhe globale ka të bëjë me mirëqenien e gruas nga ana, mbështetjen e kauzave të forta për të drejtat të grave. Por me pjesën profesionale, por edhe me ndihmë që u jepet grave në këtë fushë. Por sigurisht, ai që është më i rëndësishmi është rrjedhëzimi i leadershipit të grave kudo ku ato jetojnë. Stop dhunës. Ne ende kemi fenomen si gjithë shoqëritë, pak më tepër në shoqëritë patriarkale kemi probleme me dhunën. Por dhuna jo vetëm në kuadrin e dhunës fizike, por edhe asaj verbale, në ndihmën që duhet marrë, në mbështetjen e grave që janë që jetojnë vetëm, me fëmijë të divorcuara. Pra, e gjithë kjo ka të bëjë me ndihmën psikologjike, me fëmijët me probleme, ka të bëj me mbrojtjen e gruas. Si koordinatore e kabinetit, kam hasur çdo ditë në sfida të ndryshme. Kabineti jon ka qenë një derë e hapur, do të thoja edhe një zë përçues për të gjitha gratë të cilat kanë pasur nevojë, për të cilat kanë kërkuar një mbështetje, jo vetëm financiare, mire po, ajo që është më e shtrejtë ose më e rëndësishme, do ta kisha thënë, është besimi i formuar në institucionin dhe në anëtarët aty që jemi. Disa nga panelistët ishin Zena Halimi, koleksioniste, Andriola Morina, drejtore ekzekutive e Unionit të Bashkive në Shqipëri, Qanie Selimi, menaxhere dhe sipërmarrëse, Myqere Merusi, doktoreshe psikologjisë, Hyreme Gurra, doktore e shkencave dhe pjesëmarrëse të tjera. Krahas kësaj u mbajt edhe një ekspozit me punime artizanale. Për pjesëmarrësit u ndan edhe mirënjohje.